Por problemi është që nuk është problemi kafshimit të tyre. Është problemi që edhe një i fort mendon që mban le të më gjuajnë, se nuk ka që më gjenë. Mban le të më gjuajnë, nuk ka që më gjenë, se unë jam e aftë, unë jam e zonja, unë jam e drejtë, se puna do flasë për mua. Bullshit. Kafsho back. Në rast se dikush e ka bërë dëmin, duhet të çdëmtosh. Hakmarrja nuk është keqësi, her pas herë është drejtësi. Sepse të ka vjedhur frekuencën, energjinë, vibe-in, statusin dhe çdo gjë tjetër. Nuk ka më grua se s'ja bën dot një gruaje. Kjo është bullshit prej të dopti. Jordan Peterson thot, mos e vlerësoni veten sikur jeni shumë të mirë, thjesht sepse s'keni fuqi të bëni keq. Se s'ju mban bëni keq. Ne nuk jetojmë në një planet hynor. Jetojmë në toksor, njeri, tepër njeri, thoshte Nietzsche. E kam brenda dhe të keqen dhe të mirën. Nëse më teston të keqen, do të patregoj. Nëse më teston të mirën, do bashkëpunoj. Kafsho